Përshëndetje të nderuar shikues, takohemi me emisionin e radhës Diaspora. Festa 28 nëntorit është festuar kudo në diasporë ku jetojnë dhe punojnë bashkëdhetarët tanë. Një festë të tillë kremtoi edhe shoqëria kulturore artistike 12 qershori nga Badeni i Austrisë. Ndjekim materialin vazhdim. Të nderuar spektator, të nderuar musafirë, të respektuar bashkëdhetar për mirëkuptimin që na lindi në momente kur ne jemi i kulmin e fuqisë për të premtuar, dhe të nderuar ambasador që sonte keni gjetur kohë të jeni në këtë kremtë të madhe për nder të 28 nëntorit, ditës së flamurit. Edhe bashkëdhetarët tanë kudo në diasporë kremtuan festën 28 nëntorin, ditën e flamurit. Atmosferë festive mbretroi kudo që jetojnë shqiptarët në shtetet perëndimore si në Gjermani, Belgjik, Zvicër, Britani të Madhe, në shtetet e bashkuara të Amerikës, Kanada e vende të tjera. Të tubuar në numër të madh si asnjëherë më parë, ata ju bashkuan gëzimit të shqiptarëve për këtë festë të madhe dhe shprehen kënaqësinë për të arriturat të shteteve shqiptare dhe të mbar kombit. Një atmosferë e tillë festive mbretroi edhe në kryeqytetin austriak Vjenë. Edhe pse organizatori i kësaj kremte, shoqëria kulturore artistike 12 qershori nga Badeni, ishte kujdesur që këtë herë të rezervojë një sallë më të madhe për hir të interesimit të madh të bashkëdhetarëve, u detyrua që 2 herë radhazi të shfaq programin e vet festiv. Përpos bashkëdhetarëve, morën pjesë edhe një numër i konsiderueshëm i miqve austriak si dhe përfaqësuesit e ambasadave të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Para 98 vjetësh u mblodhën në Vlorë për të ngritur flamurin ton kombëtar për të shpallur kështu pavarësinë, mbështetësinë e Shqipërisë, siç e quanin ata. Ky ishte ndoshta simboli më i madh që i ka ndodhur këtij kombi. Por duhet të theksoj edhe që nga ajo ditë e deri më sot shqiptarët anë mban botës kanë ngritur shumë flamuj të tyre, qoftë personal, qoftë në familjet e tyre, qoftë në shoqëritë ku ata veprojnë, punojnë. Ç'dua të them me këtë? Dua të them që gjithë secili nga ne, në punën e tij, në jetën e tij, në familjen e tij, ka arritur shumë gjëra, ka arritur me djers, me dashuri, me përkushtim ndaj kombit të tij, ndaj familjes së tij, që të edukoj ambienti ku ndodhet, të tregoj se çdo thotë ti je shqiptar sot. Besoj që secili prej jush e ka parasysh momentin simbolik të Isa Boletinit në Vlorë, përkulja para flamurit. Ky moment është regjistruar nga gjithë ne si moment lirie, moment pavarësie, moment uniteti. Ka pasur një debat në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës se mos duke krijuar një identitet të ri, identitetin shtetëror të Kosovës, mos mbetet onash identiteti kombëtar shqiptar. Kjo troj është e pasakt për arsye se qytetarët e Kosovës, institucionet shtetërore të Kosovës
kam pranuar që krahas identitetit shtetëror, i cili është vlerë e re, shumë e rëndësishme për shoqërinë e Kosovës, të respektohet, nderohet dhe do të respektohet dhe nderohet për jetë e mod dhe identiteti kombëtar, i cili ndikon në maksimalizimin e fuqisë së shqiptarëve. Për këtë ditë kanë punuar të gjithë shqiptarët, gjithka janë. Në organizimin dhe formimin e shtetit më të ri të Kosovës, të gjithë redimse, të gjithë shqiptarët, gjithka kanë kontribuar. Në një pjesë të tillë edhe ne kemi qenë si student në vitet 81 dhe në ato mundësit kemi dhënë kontributin dhe angazhimin tonë kemi bërë. Shoqëria kulturore artistike 12 qershori kishte përgatitur për këtë festë të madhe një program të pasur artistik me këngë dhe valle shqiptare. Zotri ambasadore, përshtypjet e juaja gjatë këtij manifestimi. Është një kënaqësi e veçantë që sot janë mbledhur kaq shumë bashkëdhëtar nga gjithë Austria dhe në mënyrë të veçantë nga Vjena që të festojnë së bashku 28 nëntorin. Kjo sheh se bashkëdhëtarët tonë kanë ndjenja emocionale për ditën e flamurit dhe për ditën e pavarësisë. Është një ndjenjë emocionuese edhe për mua si përfaqësues diplomatik i Kosovës, si diplomati i parë i Kosovës, që vërtet ka kaq të interesuar për të marrë pjesë